Mirëmbrëma të nderuar shikues. Zgjedhjet lokale përfunduan dhe sado gjatë kësaj periudhe që është diskutuar që zgjedhjet lokale dallojnë nga zgjedhjet parlamentare dhe nuk ndërlidhen as pak me pushtetin qendror, realiteti po e dëshmon të kundërtën. Menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale është riaktualizuar tema e rikonstruimit të qeverisë. Dhe kjo vjen krejt si nevojë e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të mjedisit, zoti Izet Mexhidi, i cili kaloi në komunën e Çajirit, por fakti po dëshmon të kundërtën që zgjedhjet lokale po shfrytëzohen vetëm si alibi, sepse rikonstruimi i qeverisë deri në këtë momente që diskutohet, shihet që flitet për një rikonstruim më të gjerë, në mesin e të cilëve është diskutuar jashtëzakonisht shumë, jo zyrtarisht, edhe digasteri apo institucioni i shëndetësisë. Mes tjera është për diskutuar për shëndetësinë, politikën dhe raportet për brenda koalicionit qeveritar. Ne kemi nderin që sonte bashkë me ne në studio ta kemi ministrin e shëndetësisë, zotin Azir Aliu. Mirëmbrëma zoti Aliu, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësitë e bashkë me juve sot. Zoti Aliu, po e fillojmë kështu me një çështje që është mbase e keni diskutuar edhe me kolegët tuaj të punës, me ekipin tuaj të punës, po ajo që kanë gjallë edhe kurreshje në momentin që ju u emëruat si ministër në digasterin e shëndetësisë. Institucioni i shëndetësisë, pra Ministria e Shëndetësisë është një nga institucionet më të rëndësishme edhe më të ndjeshme për qytetarët në përgjithësi, por për fatin tonë të keqës dhe të mirë është një nga institucionet me cilat më së shpeshti bëhet lëvizje ose ndrrime, për mos u shprehur me gjuhën tjetër që është pjesë e tregtisë ndërmjet partnerëve qeveritar, pra tregtohet shumë me Ministrinë e Shëndetësisë. Megjithatë, para se të flasim për shëndetësinë në përgjithësi, ju të na tregoni me pak fjalë që a është e vështirë të udhhiqet një institucion që nuk përputhet me profesionin përkatës, dhe është kohë e shkurt mbase prej kur e keni marrë këtë pozicion, por cilat janë sfidat, 2 ose 3 sfidat me cilat po përballeni më së shumti në këtë institucion mjaft të rëndësishëm për qytetarët e vendit. Faleminderit për pyetjen. Pra, çdo institucion është i rëndësishëm në çdo shtet, sidomos Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit janë 2 institucione kyçe me qëllim të riorganizimit të institucioneve të tjera që janë në shtet. Pra, kur them riorganizim, nga shëndetësia prodhohen dhe kuadër të cilët kujdesen për shëndetin e qytetarëve, si rezultat pra qytetar ose një shtet i cili ka një popull i shëndosh, ka ekonomi të shëndosh, ka procedura tjera të cilët janë kompatibile me kërkesat dhe nevojat e përditshme. Nga ana tjetër, Ministria e Arsimit gjithashtu prodhon kuadër që jep shërbime intelektuale, pra për këtë qëllim këto 2 institucione janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, jo vetëm në shtetin tonë, por gjithandej në përbot. Sfidat që janë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në ekosistemin shëndetësor në shtetin tonë janë të shumta, për fat të keq. Ballafaqimi i parë ishte me krijimin e buxhetit të ministrisë, i cili krijohej deri tani i bazuar në histori dhe jo në të dhënat dhe nevoja. Pra ndruam metodologjinë e buxhetimit të institucionit, gjithashtu aspekti i kapaciteteve njerëzore. Abedin e dini që sot në këtë ministri ju keni disperzim të kapaciteteve njerëzore të mjekëve dhe motrave medicinale në disproporcion me sistematizimin dhe me nevoja shëndetësore. Pra, pikrisht, si inxhinier që përmendet, nuk jam doktor, po jam doktor i shkencave kompjuterike, definuam pikrisht bëm skenimin e situatës në shëndetësi, definuam modelin që do ta implementojmë dhe pastaj hap pas hapi krijuam planin aksional me të cilën në çdo hap dim buxhetimin, dim kohën dhe resurset që duhet të implementojnë këtë kapacitet që neve kemi të definuar. Dhe deri tani për këtë periudhë të shkurt kohore, kam kënaqësi të them që ka shumë rezultate në aspektin e riorganizimit të brendshëm. Pra tani ma shëndetësia i ka 3 shtylla kryesore që neve investojmë, ajo është infrastruktura. E dini që momentalisht derisa flasim 14 salla në klinik janë duke u renovuar nga e para, 4 janë nga fundi, 2 janë nga mesi dhe të tjerat janë në fillim të procesit. E dini që gjithandej investojmë në aspekt të infrastrukturës, pasi që kur flasim për infrastrukturë,
për fat të keq në shëndetësi flasim për infrastrukturë bazike, nuk flasim për robotik brenda, nuk flasim për diçka që është trend në botë. Sofistikuar, por flasim për infrastrukturë, për karike, për një hapësirë, për shtretër dhe një hapësirë dinjitoze për të pritur derisa më rinë tek mjeku. Pra flasim për kështu hapësira dhe infrastrukturë. Në këtë drejtim, zoti Aziri, si e gjetët ministrinë pas udhëheqjes ish kryetarit tuaj? Ishte në gjendje të mirë, ishte në binar, funksiononte mbare mirë? Pra, ministria me vite nuk funksionon ashtu si që funksionon Ministritë e Shëndetësisë në nivel botror. A kështë lënë gjurma pozitive, zotit Aravari aty? Ideja e krijimit të një kapaciteti të procesimit të shëndetësisë nuk është procesim ad hoc. Për fat keq, gjeta një ministri jo vetëm për periudhën kur Taravari ka qenë ministër, po kjo është nga vitet e 90-ta një ministri e cila zgjidhen problemet ad hoc atëherë kur krijohen, pra nuk bëhet një projekcion për menaxhimin e ministrisë. Edhe çka bëm këtu, sot flasim për kapacitete njerëzore, se nuk kemi mjek, nuk kemi motra medicinale. Ajo nuk është për para një vjet dy. Pra nuk mund t'ja hudhim fajin ministrit para prak ose ati për para ati. Pra kjo është një menaxhim, apo keq menaxhim, me vite në Ministrinë e Shëndetësisë. Pra sot që të anashkalojmë këto probleme që hasim çdo ditë, neve kemi marrur dy rrugi kemi paralele që ekzekutojmë me kapacitetet njerëzore. E para është të gjejmë atje ku na duhet një motër medicinale apo një mjek, ta punësojmë dhe këtë e kemi bërë dini me kapacitetet njerëzore që i punësojmë. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, bëjmë një strategji nacionale bashkë me Ministrinë e Arsimit për 10 vite të ardhshme sa kapacitete njerëzore i duhen shëndetësisë. Edhe kështu bëhet projektimi në shëndetësi. Pra flisim për projekte më afatgjate, jo? Pikërisht kështu duhet menaxhohet shëndetësia. Pra ju duhet ta dini për 10 vjet strukturën e kapaciteteve njerëzore në çdo institucion shëndetësor. Për shkak se demografia në shtet automatikisht ndryshon edhe nevojat për shëndetësi. Edhe ka një teori që thot pacienti është ndryshuar me kohë, ritmi, forma se si ne jetojmë, forma se si ne veprojmë, shëndeti jon, faktikisht edhe nevojat për shëndetësi janë ndryshuar, ndërsa sistemi shëndetësor nuk është ndryshuar. Ne duhet të ndjekim trendet botrore dhe në bazë të këtyre trendeve botrore detyrimisht duhet të bësh projekcione. Pra të krijosh shëndetësi e cila do të parandalon, jo që do të shëron. Ky është trend në botë. Dhe për ta bërë këtë, ju duhet keni një strategji nacionale me hapa mirë të definuara dhe të implementuara në aspekt kohor, në vendin e duhur dhe me formën e duhur. Pra, në fakt, sa për informim të opinionin publik, zoti Aliu, ju nuk keni i pari që po dheshim me shëndetësinë pa qenë mjek. Para jush ka pasur edhe jurist që kanë menaxhuar me institucionin e shëndetësisë, po nga kjo që po deklaroni ju, po i bie që ata që kanë qenë para jush nuk është që kanë pasur një vizion afatgjat për ta rregulluar në mënyrë sistematike këtë problematikë në shëndetësi. Megjithatë, ajo që intereson publikut më shumti sepse gjithë secili prej nesh, pavarësisht moshës, ka nevojë për me marrë shërbime shëndetësore. Prandaj në këtë drejtim, zoti Aliu, gjendja e spitaleve dihet. Do të thotë nëse hyn tani edhe në portale të ndryshme, vazhdimisht ka denoncime të përditshme mbi gjendjen katastrofale të spitaleve. Se në fakt çfarë gjendje është shëndetësia në vendin tonë e ka dëshmuar më së miri edhe periudha e pandemisë, ku ka pasur edhe mungesë atë që konstatuat edhe hapësirë fizike për të rehabilituar pacientët, e lërë më pasaj për trajtimin dinjitos që është dashur të jepet. Megjithatë, prej ju kur jeni ministër në këtë institucion, sa është punuar në drejtim të përmirësimit të kushteve në spitalet rajonale, por edhe në klinikën universitare në Shkup, zoti Aliu? Gjithsesi, atë që përmenda më herët, në bazë të strategjisë që e krijuam për Ministrinë e Shëndetësisë, pra ideja është të kemi një shëndetësi e cila do të ketë të dhënat të centralizuara, ndërsa shërbimet të decentralizuara. Çka nuk kuptoj me këtë? Pra gjithë informatat, dokumentacioni tjetë i digitalizuar dhe të jetë në një pik, në një database, në një data qendër në nivel shtetëror, dhe kjo t'i ndjek pacientët. Pra pacientët mos të shkojnë me këto, ju kujtojtë për para me ato folderat me gjithë dokumentacionin brenda sa herë ka shkuar në mjek dhe në vashmëri çfarë shërbime shëndetësore ka marrur, por të kemi një shëndetësi e cila do ta ndjek gjithkohës pacientin e jo pacientit të dhënat shëndetësore. Që të bëjmë një shëndetësi të tillë, pra do të kemi një qendër
themi universitare si që është momentalisht qendra universitare Nën Tereza në Shkup, dhe do të kemi 8 qendra rajonale që do t'japin shërbime në nivel të rajoneve që do të operojnë. Pra kjo është strategjia që tani ma veç fillojmë ta implementojmë. E dini që 205 milion euro veç tani ma i kam përmendur dhe kam pasur pres konferencë që do të harxhohen në Shqip, në Tetov dhe në Kërçov. Nga Mbretëria e Bashkuar. Po, është G2G kontrata që kemi bërë me Britaninë. Pra, unë për shumë shkurt kohë do shkoj dhe do ta nënshkruaj këtë kontratë me qëllim që të fillojmë implementimin. Jemi në fazën e analizës çfarë lloj të infrastrukture na duhet. Pra, do të bëjnë renovimet të objekteve momentale dhe krijimin e infrastrukturës në objekteve të reja. Për shembull, në Tetov do të bëjnë objekte të reja, do të bëhet fakulteti, në Korçov bëhet objekt komplet i ri regional. Pra, ideja është që të krijojmë shëndetësi e cila do të jetë më afër qytetarit. Paralelisht me këte, në aspektin e infrastrukturës, bashkë me organizatën botërore të shëndetësisë, punojmë për riorganizimin e shëndetësisë primare. Pasi që shëndetësia primare është filtri i parë i cili informon dhe ndjek shëndetin e qytetarit. Edhe trendi në botë është që të parandalohet apo të alarmohet apo të bëhet screening të popullatës dhe të detektohen në fazën e parë sëmundjet me qëllim që ato më shpejt të shërohen apo të anashkalohet diçka që Zoti Aliu, këtu kur veç se përmendën shëndetësinë primare, në fakt ishte edhe çështje e cilën e kishim planifikuar t'ju pyesim. Nga kjo studio, kryetari i sapo zgjedhur në komunën e Çashkës, zoti Suat Shaqiri, ka paralajmëruar dhe ka denoncuar një indignatë të thellë që është një realitet trishtuese të merr rrugës në komunën e Çashkës, ku në më shumë se 10 fshatra në atë komunë nuk marrin shërbimet shëndetësore primare. Mes tjerash, zoti Shaqiri ka shprehur gatishmëri dhe vullnet që për të bashkëpunuar me ju dhe për ta sanuar këtë nevojë të kamshme në atë zonë. Keni gatishmëri për të bashkëpunuar me zoti Shaqirin për ta rregulluar këtë çështje atje? Jo vetëm me zoti Shaqirin, do çdo komunë dhe unë veç kam filluar, tani kemi 4 komuna që kemi bashkëpunim Ministria e Shëndetësisë me komunat për të krijuar infrastrukturë për shëndetësinë primare dhe këtë e bëjmë në bashkëpunim me komunat edhe në aspekt të investimit, edhe në aspekt të infrastrukturës me kapacitete njerëzore. Pra, unë për shumë shpejt do të shkoj dhe do të jem prezent në komunë, bashkë me kryetarin të shoj mundësit se si do të mund të investohet dhe të krijohet një infrastrukturë shëndetësore bazike. Sa është kjo shumë shpejt? Sepse fjalori i politikanëve dhe udhëheqësve funksionarëve zakonisht kjo shumë shpejt, pasaj na del që mbetet shumë vonë. Unë jam inxhinier përveç që jam politikan dhe jam atipik për shkak se ne inxhinierët ashtu jemi, flasim me timing kohor, me numra dhe me data, pra ajo shumë shpejt për mua nuk kupton javën tjetër apo maksimum për 2 javë. Do shumë shpejt është periudhë e cila mbahet mend edhe dita edhe ora, ndërsa gjithçka që është më shumë se sa 2 javë nuk hyn në atë kategori shumë shpejt. Po, dakor, dhe qartë. Zoti Aliu, presim, pra ne do të ndjekim, jemi në komunikim edhe me zoti Shaqiri që të shohim nëse do të ketë diçka konkrete në këtë drejtim. Megjithatë tani do të flasim për një premtim që është vjetruar premtimi, por asesi të vi momenti i realizimit. Fjala është për qendrën e re klinike që është premtuar pothuajse me dekada në Shkup. Do të jeni ju ministri që do ta realizoni këtë projekt, a keni lëviz punë në këtë drejtim kur bëhet fjalë për qendrën e re klinike në Shkup? Pra, krijimi i politikave në shëndetësi dhe qasja ime ndaj krijimit të këtyre politikave bazohet në 2 metodologji të punës që i bëjmë. E para është agregimi të dhënave dhe të nevojave, dhe e dyta është krijimi i strategjisë së implementimit të zgjidhjes së problemit me standarde dhe me një algoritëm qartë të definuar. Pra, kjo e para, veç është bërë, kemi bërë analizën e zgjidhjes së problemit të klinikës universitare në Shkup. Një prej zgjidhjeve është të investohet aty brenda, ku jemi momentalisht,
dhe është bërë analizë për sa kohë do të na duhet, sa është kostoja që do të investohet në ato objekte shumë të vjetra. E dyta është 8 shtatori, si objekt i cili ka kapacitete për të zgjeruar dhe në anën tjetër të rrugës Ilindenit, që e ndanë në 2 pjesë, e dini që ka një hapësirë boshe atje. Dhe treta është komplet një hapësirë prej në fillim të bëhet qendra universitare. Ende nuk është përfunduar analiza, megjithatë dje kam pasur një prezantim që e bëm përpara meje ekspertët. Probabiliteti është shumë i madh që 8 shtatori të jetë vendi ku do të zgjerohet me hapësira fizike të reja, do me objekte të reja, që do të bëhet qendra klinike ande. Po megjithatë të presim deri në fund, asnjëherë s'kam dashur që të flas për diçka që nuk jam kompetent, pra aty janë inxhinier që janë kompetent për punën e infrastrukturës dhe aspektin e fizibilitetit të këtij projekti, kështu shumë i rëndësishëm për shtetin, në përgjithësi, jo vetëm për Shkupin, pasi që shëndetësia terciare është e rëndësishme si për universitetet që provojnë mjek, në aspektin e kërkimeve shkencore, në aspektin e teknologjive dhe metodologjive të reja shëndetësore, ashtu edhe në aspektin e shëndetësisë, dhënies shërbimeve për probleme shëndetësore të cilet janë më të komplikuara dhe nuk mund të jepen në nivel primar apo terciar. Në drejtim të decentralizimit të një problematik jashtëzakonisht e madhe sa i përket klinikës apo repartit të onkologjisë, keni paralajmëruar si zgjidhje, prap keni përmendur edhe spitalin 8 shtatori, keni përmendur dispersion në Manastir, në Shtip dhe në Tetov. Ku keni arritur, zoti Aziri, përsa i përket onkologjisë në veçantë? Veç implementojmë. Në Manastir objekti është gati, një pjesë të shërbimeve onkologjike tani ma jepen. Shkojnë mjek nga profesor nga Shkupi çdo të premte në Manastir, me qëllim që të bëjnë të krijojnë staf i cili do të jetë i gatshëm të pastaj të jep shërbime pa ndihmën e kolegëve të tyre nga Shkupi. Gjithashtu nga Manastiri kemi 3 motra medicinale dhe një fizicient, i cili trajnohen momentalisht dhe 6 muaj trajnim do të kalojnë në onkologji, në klinikën universitare, me qëllim që të manipulojnë me CT simulatorin për dhënje të shërbimeve onkologjike. 8 shtatori tani në aspekt administrativ dhe infrastrukturor kanë mbaruar, presim që nga java tjetër të fillon me shërbime onkologjike, ndërsa Tetova tani më jep shërbime onkologjike bazike në nivel të ambulantës, do duhet të investohet në infrastrukturë me qëllim që të shtohet paleta e dhënjes së shërbimeve. Shtipi është ende larg të dhënjes së shërbimeve onkologjike, pasi që atje mungon edhe infrastruktura edhe kapaciteti administrativ dhe profesional. Zoti Aziri, prej momentit që ju erdhët Ministri i Shëndetësisë dhe sa do pak keni hyrë në binarët e funksionimit e kësaj ministria, apo konkretisht këtij institucioni. Si e vlerësoni atë kohë ishit bashkërisht me zotit Aravarin edhe në parti dhe në koalicionin Vlen? Vendimi për shkarkimin e drejtorëve ekonomik ka qenë vendimi i qëlluar apo i gabuar? Dëgjoni, në aspekt të optimizimit të harxhimeve dhe të shërbimeve, mendoj që ka qenë një qasje që ka dhënë rezultat optimal. Pra, menaxhimi i institucioneve në shëndetësi vërtet kërkon menaxher në institucion. Ju përmendet në fillim që Ministri i Shëndetësisë duhet të jetë doktor, nuk është edhe në nivel botror, keni plot ministri të shëndetësisë që nuk janë tham që duhet të jetë doktor. Nga aspekti tjetër kërkohet dhunti menaxheriale që të menaxhosh me proceset, me kapacitetet njerëzore dhe me infrastrukturën. E njëjta është edhe nëpër klinika, pra duhet të ketë një drejtor i cili në klinikë është tani më ndryshe se në nivel operativ je poshtë, që do të njeh procedurat klinike brenda dhe do të jetë menaxher i mirë për të menaxhuar. Pra, jo domosdoshmërisht 2 drejtorë që komplikojnë procedurën administrative mund të ekzekutojnë dhe të procesojnë mirë me një institucion shëndetësor. A jeni optimist, zoti Aliu, që shëndetësia për një periudhë kohore të caktuar mund të rregullohet edhe në vendin tonë? Jam optimist për 2 aspekte. Aspekti i parë është digitalizimi. Pra, digitalizimi na ka shpëtuar neve si shtete të varfra që jemi dhe në aspektin e infrastrukturës që jemi mbrapa. Pse e them këtë?
për shkak se implementimi i procedurave edhe digitalizimi i proceseve nën kupton që me një infrastrukturë bazike ju mund bani krijoni proces i cili është kompatibil dhe cilësor si ai evropian apo botror. Nga ana tjetër, jemi shtet i cili është i menaxhueshëm lehtë, nuk jemi shtet shumë i madh me popullsi dhe me infrastrukturë dhe me një strategji vërtet afat shkurtëve, afat mesme dhe afat gjate, po një strategji jo populiste, reale për implementimin e politikave në shëndetësi, jam shumë i sigurt që për një periudhë 5-6 vjet, shëndetësia jonë do të duket si një shëndetësi, le të themi, të shteteve evropiane me shërbime optimale shëndetësore. Në aspektin e kapaciteteve njerëzore, ne kemi institucione arsimore që prodhojnë mjek të mirë, që prodhojnë motra medicinale, me cilësi. Ato tani ma s'duhet ne ta themi. Të gjithë mjekët tonë që shkojnë në Gjermani, në Itali, në Austri, gjithandej në përbot, ato tregojnë që janë jashtëzakonisht shumë të mirë në aspekt të profesionit. Kështu që në aspekt të kapaciteteve njerëzore dhe institucioneve që prodhojnë kështu profilin, ne nuk kemi problem. Problemi jonë është optimal në nivel të institucionit. Pra, nëse na duhen 5 mjek, ne i kemi 3, nuk i kemi 5. Dhe këto 3 që i kemi overbooked, i kemi shumë të ngarkuar dhe ngarkesa edhe në çdo profesion ul cilësinë e dhënies së shërbimit. Sepse këtu zotë Aliu ju po flisni për mungesë kuantiteti, ndërkaq në paraqitjen tuaj të fundit në një televizion në Shqipëri keni folur për mungesë kualiteti të arsimit në vendin tonë. Është e vërtet, kur flas për mungesë të kualitetit, flas për mungesë të cilësisë së lartë në arsimin në gjuhën shqipe, dhe unë këtë kam thënë gjithandej. Ne duhet të punojmë që arsimi në Maqedoni të jetë kompatibil me të paktën me cilësinë që japën universitetet në rajon. Dhe këtë nuk duhet të turpënojmë ta themi. Këtë duhet të punojmë që ta ngrejmë cilësinë në këtë nivel. Pra në aspekt të dhënjes kapaciteteve njerëzore, neve kemi kapacitete, por në aspekt të organizimit brenda për brenda ne kemi probleme. Dhe këtë nuk është turp ta thoni për shkak se definimi dhe përcaktimi i gepeve, problemeve që i kemi në shoqëri, në kupton që neve jemi të vetëdijshëm për problemet që i kemi me qëllim që t'i zgjidhim ato. Dakor. Zotë Aliu, ne përmendëm në hyrje që në mesin e institucioneve për të cilat është diskutuar rekonstruimi i qeverisë me njerë pas gjedhjeve lokale, është përmendur Ministria e Shëndetësisë. A është e vërtet kjo që pra këto zëra që Ministria e Shëndetësisë ka gjasa maksimale që të kaloj në udhëheqjen e ndonjë kuadri që do ta propozoj partia më e madhe në koalicionin qeveritar VMRO-DPMN? A është e vërtet kjo, zotë Aziri? Pra, këto pozicione janë pozicione politike, dhe duhet të kemi unë të paktën e kam një kulturë administrative që punoj aty ku jam me përkushtim dhe deri në ditën e fundit në pozitën që jam. Pra nuk kam konkuruar në konkurs për të bërë ministër, thjesht është pozicion politik, dhe është funksion, i cili në përputhje me politikat në institucione, në shtet, në qeveri, mund të ketë edhe ndryshime të tilla. Në aspekt a do të ketë ndryshime në shëndetësi apo jo, besoni që unë jam treguar edhe më herët, që jam personi i cili nuk merrem me këtë punë, dua që në fund të ditës, pasi që do t'jem apo nuk do t'jem në atë institucion, të mbahem mend për punët që i kam lënë brenda dhe për proceset të cilët i kam bërë. Pastaj profesioni jem bas nuk është ministër, unë nuk kam lindur si ministër dhe nuk do të pensionohem. Pra unë kam profesionin bas, jam formuar si profesionist në fushën time, kështu që kjo pjesë besoni që është irelevante për mua. Në fakt të qenurit ministër nuk mund të jetë as profesion, është funksion i cili ushtrohet. Pikërisht. Po në këtë drejtim, zotë Aliu, kur jeni pyetur në një paraqitje tjetër të fundit tuaj, mbi këtë që çfarë do të ndodhë nëse ju dikasteri i shëndetësisë do t'ju merret juve dhe do t'i kalojë VMRO-DPMN-s, ju jeni përgjigjur se për këtë çështje vendos kryeministri, vendos qeveria. Ka qenë përgjigje juaj për të ikur ndonjë përgjigje politike, apo vërtet kështu mendoni që fjalën e fundit për secilën çështje ka kryeministri? Abedin, ne duhet jemi të sinqertë, pavarësisht që politikanët her pas here dalin nga pjesa që thirret sinqeriteti edhe lundrojnë në për ujëra të cilët për fat keq japim shije të keqe tek popullata. Pra, pozicioni i politikanit nuk nënkupton veç të krijosh politika në digasterin që je, por nënkupton edhe të edukosh qytetarin se si bëhet politika dhe kush janë vlerat.
Pra, vlerat e një politikani nënkupton punë e ndershme, transparente, po gjithsesi edhe qartë ti definosh proceset administrative. Pikrisht në këtë linjë, neve është alogjike dhe jo normale të thuash që mund të vendos dikush tjetër përveç qeverisë. Pra qeveria përbëhet nga struktura, në këtë rast qeveria jon ka koalicion, jemi tre grupacione politike që bëjnë këtë qeveri. Pra gjithsesi dhe duhet tulen partit politike dhe bëjnë riorganizim apo ristrukturim në bazë të cilësisë së digasterit dhe personit që menaxhon me atë digaster. Nga ana tjetër në bazë të prioriteteve gjithashtu. Dhe kjo unë nuk e di pse duhet bëhet temë se kush duhet vendos. Kryesisht çdo herë krijimi, strukturimi. Sepse zoti Aliu kur nuk diskutohet se kush vendos, atë flasim për një sistem diktatorial. Me që jemi një shtet që egzojmë sistemin demokratik, natyrisht që duhet të diskutohet edhe të shtrihet çështja se kush vendos edhe për këtë çështje, sepse nga këtu buron pasaj edhe mënyra dhe si funksionon partneriteti për brenda qeverisë. Ju e dini që krijimi i kësaj qeverie është bërë nga një grup personash të cilët kanë ndetur në një tavolinë dhe kanë bërë ndarjen e digastereve. Pjesë e negociatave keni qenë edhe ju, po. Kështu që pikrisht e di edhe si krijohet qeveria, edhe si bëhet riorganizimi digastereve dhe si bëhet ndarja e kush do të nga kjo përvojë pasaj keni aluduar që vendos vetëm kryeministri? Jo, nuk vendos, ajo është gabim e transmetuar është nxjerrë prej kontekstit. Vendos struktura politike e qeverisë. Pra në fund të ditës, menaxhimi me qeverinë bëhet nga, prandaj thirret edhe kryeministri, nga njeriu i cili menaxhon me institucionet. Dhe kjo nuk e di pse duhet të jetë tabu temë, se neve nuk duhet kemi struktura ose qasje politike të ndryshme, kur bëhet fjalë për neve të flasim ndryshe, kur bëhet fjalë për palën tjetër flasim ndryshe. Pra unë si profil politikani nuk jam i tillë, ndoshta nga profili profesional si inxhinier, proceset janë procese, nuk mund të jenë të dyfishta, më kuptoni. Pra në këtë ju kuptoj zoti Aliu, megjithatë ju kur thoni që nuk duhet bëhet këtë temë, kjo temë në fakt, ne kemi pasur një prononcim publik të kryeministrit kur thotë që unë jam kryeministër dhe udhëheqi partinë më të madhe në vend dhe unë vendosi për këtë çështje. Një reagim i menjëhershëm ishte edhe nga koalicioni, pjesët e cilit jeni edhe ju, që nëse ju vlerësoni që nuk duhet bëhet temë kush do duhet vendos, pikërisht nga koalicioni Vlen dolen me prononcim dhe thanë që nëse VMRO është partia e parë më e madhe, koalicioni Vlen është partia e dytë. Ashtu është. Prandaj nuk është se edhe ju nuk kontribuat që kjo të bëhet temë. Vendosin, prandaj thash, struktura qeveritare përbëhet nga 3 klastera politik. Nga VMRO-ja me koalicionin brenda që i ka, nga Vleni me partit brenda që janë, dhe nga Znam me si parti e vetme. Pra, këto 3 parti, liderët duhet të ulen e të bëjnë riorganizim apo rikonstruim. Pikrish kjo ka qenë edhe përpara, ju kujtohet kur Taravarin e pyetën a do të ngelni në qeveri apo jo, a e thamë varet prej kryeministrit a do të ngelni apo jo. Pra, kjo është linjë logjike që gjithsesi varet nga institucioni që thirret qeveri, i cili është i përbërë edhe është strukturë politike. Brenda duhet tuleni, të merreni vesh për cilët resor, të merreni vesh për qasjen se si do të menaxhojnë politikat, për prioritetet e politikave brenda, për çdo resor brenda, aspektin kohor, buxhetin e kështu me radhë. Kjo e përbën një tërësi politike. Nëse VMRO, zoti Aliu, e merr këtë resor, a do të vazhdoni të qëndroni në qeveri, a do të ketë ndonjë transferim në pozicione tjera, sado që ju shpreheni deklarativisht që nuk nga tiparet tuaj nuk jeni të interesuar për të marrë funksione konkrete, mirëpo mes tjerash nga informatat jo zyrtare që kanë qarkulluar është folur që zoti Aliu mund të transferohet në drejtorinë, konkretisht në Agjencinë për Komunikime Elektronike. Pra ta thashe theme gjithandej, normal për çdo institucion është ashtu. Unë edhe njerë potencoj që profili dhe qasja ime, metodologjia e punës është kjo dhe nuk ndryshon, dhe në spekulime po të ri unë edhe të harxoj kohë kush çka ka thënë dhe çka ka bërë, besoni që do të jo, absolutisht ne nuk po merremi me spekulime, po merremi tani derisa jo, zoti Aliu, derisa ju shpreheni të paktën në këtë formë që nuk ka asgjë të vërtetë që resori i shëndetësisë do të merret nga VMRO do ne. Tani po shtrojmë pyetje hipotetike. Nëse VMRO do ta merr këtë resor, ku do të përfundojë zoti Aliu? Hipotetikisht tani po t'ju them nuk vërtet se kam menduar asnjë, nuk e di. Ndoshta në profesionin. Mendoni që edhe gjatë kohë do të jeni ministër në shëndetësi? Nuk ngarkohem, Abedin. Këto janë procedura
politike dhe më besoni që kjo nuk është ndonjë narrativ politik që tani dua t'ua them juve. Qasje ime, të paktën pyet një kabinetin dhe ministrin, jo veç këtë ministri, dhe në ministrin tjetër që kanë tjenë, qasja ime çdo ditë është qasje reale të zgjidhjes së problemeve që ballafaqohesh në atë institucion. Pastaj të gjithë, e dini si është, kur nuk vendosën veç ti për diçka dhe nuk mund të bësh predikcion çka do të ndodhë nesër, është e kohë të harxhosh energji. Edhe njerë potencoj, këto funksione politike, as nuk kemi lindur, as nuk do të pensionohemi me ato. Pas nuk kemi më të mirët veç për ato. Ju garantoj që keni me qindra që të njësojnë mund të bëjnë mirë këte punë që e bajun sot. Pra, gjithsesi, çdo proces i cili do të kisha harxhuar kohë, për çka do ndodh, nëse ndodh, është i kotë dhe nuk duhet harxhohet energji. Po, megjithatë zoti Aliu, nga pozicioni që jeni natyrisht keni përvoja të përditshme ku nevojat e qytetarëve janë jashtëzakonisht të larta, posaçërisht për shëndetësi. Nëse eventualisht resori i shëndetësisë do të kalojë në udhëheqjen e Vomorot do Bomënes, do të bëj kjo problem për kujdesin shëndetësor të shqiptarëve konkretisht? Popullit të cilin e përfatëson e në kuadrët koalicionit Vlen? Gjoni, shëndetësia dhe ekosistemi shëndetësor nuk duhet bën dallime mas pari në aspekt të kush çka është, kush ku beson dhe si beson, dhe kush çfarë nga cila strukturë e thatë bukur se nuk duhet bëj. Tani po flisni për... Dhe tani, kështu çdo institucion shëndetësor duhet jetë kështu. Po flasim për realitetin. Pikrish kur më pyetet për këto pyetje, unë kur ju thash që unë punoj çdo ditë që të krijoj një sistem në shëndetësi, është pikrish kjo, që shëndetësia të jetë më afër qytetarit. Dhe dallimet, jo vetëm të nivelit kush është shqiptar apo kush nuk është shqiptar dhe çfarë shërbimi të merr. Po gjithsesi, asnjë dallim nuk duhet të ketë as kë njoh dhe kë nuk njoh. Shërbimi shëndetësor duhet të jepet çdo qytetari në kohë reale atëherë kur ai ka nevojë. Pavarësisht kush është, nga vjen e njohim apo nuk e njohim. Dhe kjo është qasja që unë krijoj një sistem shëndetësor i cili do të jetë i digitalizuar dhe do të kemi qasje edhe ne si qytetar, ta dim kush lexon të dhënat tona shëndetësore, kur kam aplikuar apo kam kërkuar ndonjë shërbim dhe kur e kam marrur atë shërbim. Ky është ai sistemi i cili do të na mbron secilin prej neve nga abuzimi i mundshëm në institucionet shëndetësore në Maqedoni. Pra, unë luftoj për të krijuar një sistem në shëndetësi i cili nesër, pavarësisht kush do të menaxhon me atë institucion, shëndeti dhe shërbime shëndetësore të jenë të njëjta për të gjithë qytetarët në Maqedoni. Keni paralajmëruar edhe për rikthimin e termini, zoti Aliu, ku keni ngel deri tani? Jo, termini im është funksional, jo rikthim, është edhe tani funksional. Me gjaz deri në këto momente, zoti Aliu, që ne po flasim, do thotë një pjesë dërmuese e pacientëve ka që kanë denoncuar që nuk është funksional në fakt kjo. Nuk është i lehtë i menaxhueshëm, edhe për atë shkak neve bëjmë riorganizim të institucionit përkatës, megjithatë jo veç kaq. Ju e dini që një nga profilet që unë i kam dhe punoj është transformimi digital i institucioneve. Dhe transformimi digital i shëndetësisë nuk bëhet vetëm duke bler kompjutera dhe duke bërë skenimin e dokumentit. Kjo nuk është digitalizim. Pra, transformimi digital kërkon shumë më shumë se sa skenimi 2 dokumentave apo blerja e 5 kompjuterave dikundi. Dhe pikërisht në këtë aspekt bëjmë skenimin bashkë me Bankën Botërore dhe me 2 fonde evropiane të infrastrukturës në shëndetësi, edhe në aspekt hardverik, edhe në aspekt softverik, të zgjidhjeve softverike, por gjithsesi mos harrojmë edhe në aspekt të trajnimit të kapaciteteve njerëzore të mjekëve dhe motrave medicinale që të kenë dhunti digjitale bazike për të menaxhuar me sistemin shëndetësor digital. Pra, pikërisht, kjo është një paket që ne veç e kemi filluar. Jemi në fazën e krijimit të një data qendre shtetërore, është nga fundi procedura administrative, e u ndërprer për shkak të zgjedhjeve lokale. Pra, kur do të kemi një data qendër të mirë të organizuar dhe optimale, shumë lehtë edhe shumë më shpejt do të punojnë çdo shërbim elektronik për qytetarët dhe për mjekët. Po jo veç kaq, ne do të vazhdojmë, e dini që bëjmë momentalisht një software i cili do ta lidh pacientin me mjekun. Dhe në kohë reale do të ketë inteligjencë artificiale e integruar brenda në shërbim, i cili do të alarmon mjekun në momentin që parametrat shëndetësore tek pacienti janë ndryshuar dhe janë jashtë vijës së kuqe
të cilën është e definuar si parametër normal. Ka kapacitete për këtë? Gjithsesi këto janë gjithçka që flasë, gjithçka që funksionon në botë. Neve nuk zbulojmë diçka të re që të mburemi kemi bërë ndonjë inovacion i ri dhe qasje e re. Pra këto janë shërbime që në botë tani ma qytetarët i kanë. Thjesht është dashur të kesh një vizion dhe një qasje reale ndaj problemit, atë që e thash në fillim. Ne u ballafaquam me problemin që ende mjekët duhet nga CD-a të lexojnë një imazh të shëndetësor. Pse? Për shkak se s'ka pak sistem në shtet. Edhe dim që kjo mungon, automatikisht hapën procedurë për të krijuar një sistem paks në nivel të shtetit, ku mjeku mund ta kontrollojë nga kompjuteri, qoftë edhe në mashtoni, qoftë edhe jashtë shtetit, ta lexon një imazh shëndetësor të një pacienti. Pra, kjo është ajo qasje që neve duhet të luftojmë, dhe jo vetëm në këtë ministri, në çdo ministri, secili person besoj që duhet të definon problemet dhe pastaj hap pas hapi të zgjidh ato. Zoti Aliu, në fillim ju paralemrova që do të diskutojmë për shëndetësinë, me çka e mbuluam pjesën e parë të kësaj interviste në realitet, dhe tani duhet të kalojmë edhe tek aktualiteti politik, raportet e juaja për brenda koalicionit qeveritar edhe konkretisht për brenda koalicionit Vlen. Zgjedhjet lokale përfunduan. Ky rezultat që është tashmë përfundimtar ishte, zoti Aliu, për juve si përfaqësues dhe pjesë e koalicionit Vlen, ishte befasi apo ishte rezultati një pune që keni bë për këtë periudhë sa jeni në qeveri? Pra, janë dy indikator të këtij rezultati. Indikatori i parë është qasja transparente dhe puna që është bërë për këto një vit e gjys. Pra nuk jeni befasuar? Jo, as pak. Bilet ju tregojmë të drejtën, neve kemi bërë analizat tona dhe kemi pritur që në raundin e parë të dalim me 2 komuna mos të shkohet në raundin e dytë, të fitojnë nga raundi i parë, u fituan në raundin e dytë. Pra kemi bërë një strategji e cila është e bazuar në transparencë dhe në vizion politik. Nga ana tjetër, indikatori i dytë është që realisht këtu na lehtësoi punën në disa komuna, është opozita e cila komplet u dezorganizua brenda dhe doli me narrative të cilat gjithçka flitnin përveç problemeve që qytetarët tonë ballafaqojnë në nivel lokal. Dhe kjo bustoi pak procesin në politikë. Prish organizim për brenda opozitës, në ç'kuptim, zoti Aliu? Si ata kanë funksionuar edhe akoma janë pjesë e një aleance? Ato, si çdo herë kur flitnin, Evereni BDI dhe kur ka qenë në qeveri, në pozitë, flitte për simbolika. Simbolike është të kemi diçka kështu, simbolike të kemi një ministër, simbolike të kemi një kryeministër, dhe nuk flitte për rezultate dhe për funksionalitet të proceseve. Qytetarët tonë janë ndryshe nga ato qytetarë që kanë qenë para 100 viteve. Lexojnë sot, kanë internet, kanë qasje, edhe shohin dhe bëjnë komparacion se si bëjnë politikat edhe në Evropë edhe gjithandej në botë. Mos harrojmë se qytetarët tonë edhe lëvizin tani më shumë, kështu që vetdia politike dhe ajo qasje e kërkesave ndaj politikanit ma nuk janë simbolike. Ai kërkon sot të ketë rrugë e cila është dinjitoze kur të ecë në këmbë, të ketë një trotuar për fëmijën. Ai kërkon një shkollë e cila shkollë është dinjitoze për fëmijën e tyre, kërkon një sallë sporti, kërkon një qendër kulture. Pra qytetari din çka kërkon. Kur ju i dilni me këto kërkesa bazike që ai si ka, dhe ju i flitni për Evropë, ju flitni për narrativa të mëdhaja, A nuk duhet flitet për Evropë? Po, në nivel lokal, kur flitet për zgjidhje lokale, zgjidhjet lokale janë zgjidhje të problemeve lokale. Po një nga premtimet më të shpesha që është përsëritur nga kandidatët që kanë ngaruar në komuna, kanë qenë që edhe zhvillimi i komunave do të bëhet nga investimet dhe nga fondet evropiane. Pikrisht. Po, Evereni, zgjidhja e problemeve lokale. Tani si do t'i zgjidhni ju problemet, pastaj varet nga kreativiteti dhe mundësia. Pra, a do t'i zgjidhni me fonde lokale, apo me fonde evropiane, apo me ndonjë lloj bashkëpunimi, pastaj është aftësia e menaxherit apo kryetarit të komunës. Pikrisht për këtë duhet flitet. Dhe them, opozita për gjithçka flite përveç për problemet bazë, edhe unë e kuptoj. Ka qenë kështu për shkak se ato kanë menaxhuar me komunat dhe që të flitni çka do të bëni në 4 vitet e ardhshme, ju duhet flitni çka keni bërë në 4 vitet që kanë kaluar. Dhe që ti ikin kësaj teme, ato vendosen që mos flasin për problemet lokale. Dhe kjo realisht neve na ndihmoi pastaj edhe pak në aspekt politik që të mos dalim mos harxojmë shumë energji sa e kishim planifikuar.
në kundërpërgjigje të atyre tezave. Zoti Alio, çfarë ndodhi nga prizmi juar në komunën e Kërçovës dhe në komunën e Bërvenicës? Pra, çka ndodhi, qytetarët dhanë verdiktin e vetë, vendosën që të kenë kryetar ato që janë kryetar dhe në fund të ditës them unë jam personi i cili kam kulturë administrative dhe dua që të respektoj proceset administrative. Pra, atje nuk ka ndonjë keqpërdorim që është alarmuar që ka ndonjë abuzim me procesin administrativ zgjedhor. Pra, në fund të ditës kanë kryetarët që i kanë zgjidhur vetë. Asgjë më tepër në komunën e Bërvenicës a u la i vetmuar zoti Aqim Ramadani? Jo, nuk u la i vetmuar, nga fillimi si çdo kandidat që kemi pasur në Vlen, ju e dini që besoj që çdo parti politike e bën të njëjtën, struktura e organizimit politik kur ka zgjedhje lokale apo parlamentare është e centralizuar, pra kemi pasur shtabin qendror dhe shtabet lokale, si kemi pasur për të gjithë kandidatët, kemi pasur edhe atje, edhe shtabin qendror që menaxhonte dhe suportonte shtabin lokal. Në raundin e dytë vendosi që të hap shtabin dhe mos ketë suport direkt, pasi që dëshironte të jetë i hapur për të gjithë dhe ne respektuam vendimin e kandidatit. Po, zoti Taravari nga kjo studio ka deklaruar që do thot ka qenë mysafir para zgjedhjeve lokale që tetori është shumë afër dhe në tetor do të shihet realisht se sa peshon zoti Arben Fetaj dhe zoti Azir Aliu, që në fakt zgjedhjet lokale përfunduan dhe realiteti është ky, edhe zoti Fetaj edhe ju zoti Aliu në dy komunat prej nga veni i humbët zgjedhjet. Çfarë po ndodh në Gostivar konkretisht zoti Aliu? Pra, nuk i humbëm, zgjedhjet do përsëriten, pra ishin të pasukseshme në zgjedhjet kur ishte data, pra do shohim pas 2 muajsh, kemi zgjedhje lokale në Gostivar dhe në Vrapçisht, pra ne në Gostivar dhe në Vrapçisht ishim opozit, ju e dini që 8 vjet ka menaxhuar Taravari në Gostivar dhe 22 vjet BDI-a në nivel qendror me suport lokal direkt tek në Gostivar dhe në Vrapçisht. Pra, rezultatet do t'i shohim pas 2 muajsh. Kjo është një disfat e tyre, pasi që të kesh 8 vjet një komunë dhe 22 vjet një partneri cili ka menaxhuar direkt dhe indirekt me komunën, mos harrojmë edhe zoti Bejtën, edhe kandidatin e BDI-s që ka menaxhuar gjithashtu 8 vjet atje, do në është komunë e cila është mirë e strukturuar dhe unë haptazi kam thënë që komuna e vetme që BDI ka strukturë më të mirë në nivel të shtetit është Gostivari, pra ka një organizim jashtëzakonisht shumë të mirë, shumë të etabluar brenda, dhe rezultat të mos kesh dalje cenzus 33% në kupton disfat. Ju e dini që dikundi 15.5 as 16% shqiptar s'kan vot, po ta merrni aspektin e strukturës së votuesve, kanë votuar në Gostivar, do ajo është një disfat e të gjithë neve, po më shumë e atyre që menaxhojnë me komunën. Zakonisht praktika politike thot zoti Aliu të kundërtën, kur qytetarët dalin votojnë sepse kanë mlef ndaj pushtetit ose qeverisë, qoftë lokale ose asaj qendrore. Pra, pikrisht kur dalja është e madhe, pritet që të ndëshkohet pushteti. Pikrisht, kjo është qasja si ne reflektojmë edhe shohim çfarë qasje do ndryshojmë në këtë nga fillimi, për shkak se atje nuk ka përsëritje, ka nga fillimi zgjedhje lokale. Pra, strategjia dhe qasja jonë definitivisht do të ndryshon në këto 2 komuna, për shkak se këto persona që menaxhojnë me komunën kanë pasivizuar komplet elektoratin në Gostivar, ne do duhet gjejmë formë se si ta reaktivizojmë atë dhe të beson në politikanët dhe politikbërjen në nivel lokal. Ju e dini që Gostivari është komuna me më shumë borxhe në nivel të shtetit, dikundi 20 milion euro ka borxh, komunë e cila tek tani me parate e qeverisë investohet atje dhe bën rrugë, do në komunë e cila s'është investuar asgjë. Nga kredia hungareze, dhe abuzime gjithande. Pra edhe njerë potencoj, burimet e investimeve
varen nga strategjia dhe forma dhe mundësia dhe kalkulimi ekonomik se si do ta bësh. Po jo, ka shumë dallim zoti Aliu kur investimet bëhen nga kapaciteti i buxhetit të shtetit edhe kur bëhen nga kredit, sepse ato kredi sado që ne nuk i përmendim, jemi ne, unë, ju, zoti Aliu dhe gjithë qytetarët që nga tatimet tona do duhet paguhet. Ashtu është Abedin. Tregtia, ekonomia e tregut, një nga format është kjo, forma e dhënies së kredis për investime infrastrukturore gjithandaj në përbot funksionon dhe ajo pastaj krijon ekonomi më të bazuar në vlera, pasi që kur do të keni infrastrukturë, do të ngritni cilësinë e shërbimeve edhe të ekonomisë edhe të qytetarëve që jetojnë në atë komunë, gjithashtu do të jepni mundësi për hapjen e bizneseve të reja, kështu që qarkullimi dhe forma se si ngritet në aspekt ekonomik dhe cilësia e qytetarit nuk kupton të keni infrastrukturë të mirë, të keni institucione stabile dhe këto kryesisht bëhen me kredi, pasi që janë investime që kushtojnë, do të kishte qenë mirë që të jemi shtet më i pasur dhe të investojmë nga parate e buxhetit, megjithatë nuk do të thotë që duhet të stagnojmë dhe të rrim të shohim se kur do të mbledhim një para për të investuar në një rrugë apo rrugic. Megjithatë, zoti Snopçe, nga kjo studio ka thënë që fitoret më të këndshme dhe më të thella të AKI-s kanë qenë në Gosivar dhe në Vrapçisht, ku përjashto kryeqytetin e vendit, në Gosivar 4-1, ndërkaq në Vrapçisht 10-1. Pra, diferenca në komunën e Gosivarit ka qenë 17.000 vota, diku pothuajse më tepër se kaq në favor të zotit Limani, për dallim prej kandidatit tuaj që kishte vetëm 4.000 vota. Dhe këtë zoti Aliu nuk e quani humbje? Jo, do të thënë, për shkak se ballafaqimi në Gosivar edhe njerë ishte ballafaqim me një strukturë mirë të organizuar edhe në aspekt financiar, edhe në aspekt organizativ brenda, kështu që nga vetë fakti që nuk arrihet cenzus 33% është dështim për ata që sot mburen se kanë fituar në diçka që s'ka fitore, pse atër duhet kemi zgjedhje lokale nëse kemi fitues atje. Pra, ajo që në fillim e përmendë se tetori është shumë afër, ato pritnin nga fillimi, do në ato aritmetikat nuk ju dolën mirë, se priteshte të ketë njerë thanë do shkojmë me BDI-n se do të në jepë 6 komuna, mund të paramendoni, qasja politike se si duke dhe narrative se si tinglon të shkojt të këtjetri që të më jepë diçka. Në politikë ne nuk besojmë të na jepë dikush diçka, do të luftosh që ta fitosh vendin që ti e ke aty brenda dhe qytetari është ai që duhet të të voton aty. Pra nuk ju doli që edhe dikush tjetër që duhet të jepë 6 komuna nuk u dha dhe sot janë me 0 komuna në nivel të shtetit. Dhe të shohim pas 2 muajsh si do t'jenë rezultatet. Edhe në Vrapçisht ku diferenca në favor të zotit Shabani është mbi 6.000 vota, ndërkaq kandidati juaj ka vetëm 467 vota, nuk e konsideroni humbje, zoti Aliu? Edhe njerë, humbje është që nuk kemi rezultate dhe nuk kemi kryetar asnjë në komunën e Gosivarit edhe në komunën e Vrapçisht. Dhe për këtë përgjithësinë e mos arritjes së cenzusit ju e hedhni tek AKI, konkretisht të kandidatët? Pasi që mburen që kanë strukturë të organizuar, dhe me një strukturë të organizuar, mos të nxjerrisht një përqindje minimale për të votuar, nën kupton që diçka ndodhen keq apo nuk ndodhen mirë në atë komunë. Thash edhe njerë, në komunat të cilët janë në borxhe, dhe është komuna e parë që është me borxhe në Maqedoni, mos besimi ndaj politikanëve është jashtëzakonisht shumë i madh. Dhe neve na duhet kohë për të punuar që qytetarit t'ia kthesh besimin. Mos harrojmë edhe diçka tjetër. Zoti Taravari ka punuar edhe në kohën kur ishte pjesë e Vlenit, gjithkohës punoheshte që në Gosivar dhe në Vrapçisht, duke ditur që do të jenë kandidatët e Aleancës për shqiptarët, të krijohet infrastrukturë edhe njerëzore edhe politike atje. Kështu që mos harroni që neve jemi vetëm 4 muaj që bëjmë riorganizim, rishiftim në Tetov, në Gosivar dhe në Vrapçisht, dhe për këte periudhë të shkurt kohore, realisht të duhen kapacitetet që të mund ta bindish qytetarin se nuk është ma politika interes personal. Sot jam me qeverinë, nesër dali për shkak se intereset personale janë më të favorshme në taborin tjetër. Pra qytetari në Gosivar nuk ka besim në politikanët duke parë politikan i cili çdo ditë ndron taboret për interesa personale. Kjo mbase është temë në vete dhe në interes kohës nuk do të kemi kohë
tash t'jellojmë qartë sipas asaj që mendoni ju, se bëhet fjalë për interese personale, sepse nga dalja e zotit Aravari nga qeveria nuk ishte vetëm si individ ose person, kishte edhe një numër të konsiderueshme të tjerë që dhe si rezultat s'kan asnjë komunë urbane në nivel të shtetit. Ju, zoti Aliu, që ngelet në pushet, sa komuna keni? Ne kemi 10 komuna. Po flas vetëm si kraj aleancës për shqiptarët. Ne jemi si vlen, pra ne implementimi i logjikës ndarja brenda për brenda është i dëmshëm. Është i dëmshëm edhe ky është. Po pse keni bërë atë këndarje, zoti Aliu, sepse ju kur keni bërë negociata për ndarjen e komunave, pikërisht me këtë logjikë keni bërë ndarjen. Sa komuna do t'i merr LD-ja, sa komuna do t'i merr alternativa. Jo në nivel të ndarje keni bërë. Në nivel të strukturës është bërë, jo në nivel të personit apo partisë. Pra, logjika edhe këto janë trende botërore në politikë bërje më abedin. Pra, ti pse thashu në BDI-ja ka strukturë të organizuar në Gosivar. Pra, me logjikën, po të shkohet me këto logjikë, në Gosivar do duhet të ketë kandidat BDI-ja. Ka të organizuar mirë, po jo më të mirë se sa zotit Aravari, i cili... Edhe organizimi edhe ndarja, le të themi kushtimisht, ishte në bazë të organizimit të strukturave politike në nivel të qyteteve dhe ajo dha rezultat. Sot ne jemi me 10 komuna, me 10 që menaxhojmë, do shohim edhe në raundin tani në përsëritjen e zgjedhjeve lokale se si do dalin rezultatet. Pra, rezultati tregon që kjo qasje të bërit politik reale dhe transparente jep rezultat. Dakor. Zoti Aliu, nga prizmi juaj, si e shihni gjendjen e shqiptarëve sot dhe nga e kaluara? Ka dallim me qeverisjen tuaj? Çdo proces si profesional, si normal qytetar, proces biznesi, proces kulture, gjithandej proceset evaluajnë dhe çdo ditë jeni ndryshe prej ditës paraprake. Pra edhe në politik bërje dhe organizimi politik normal nuk mund të krahasohet me atë që ka qenë dje, çdo herë duhet të jetë më mirë, më optimal dhe më real. Pra shoh sot një krijim të performansave politike transparente dhe të bazuara në nevoja. Ne sot flasim për investime në nivel të komunave, flasim për investime përmenda në shëndetësi, në arsim, si 2 shtyllat kryesore në shtet. Pra, qasja e kësaj qeverie është qasje reale të zgjidhjes së problemeve dhe uroj që të vazhdojmë kështu, pasi që dha rezultat, e pam që pas 1 vit e gjys kthimi në politik ishte jashtëzakonisht shumë domethënës dhe kjo na jep edhe një përgjegjësi shumë të madhe politike, po edhe një energji shtesë për të vazhduar më tej me këtë metodologji të punës, do të punosh dhe të krijosh në mënyrë transparente aty ku të është dhënë përgjegjësia. Zoti Aliu, ju pak para deklarua se qasja e funksionimit të BDI-s ka qenë mburrja me pozita ose funksione simbolike. Ndërkaq, më duhet t'i referohem sërish paraqitjes tuaj të fundit në një televizion në Shqipëri, ku nga atje, kur u pyetët për çështjen ose statusin e shqiptarëve në Maqedoni, e para gjë që thatë ju, ishte që tani shqiptarët e udhëheqin, pra kanë një drejtor shqiptar edhe në Filharmoninë e Maqedonisë, e përmendet pikërisht aspektin e kulturës, me mburrje dhe krenari që tani koalicioni Vlen po ka arrit ta marrë këtë pozicion. Kur e keni përmendur atje kulturën, realitetin në Maqedoninë e Veriut pra flet paksa ndryshe, sepse mbase ju të Vlenit e keni përqefi që në Shqipëri të jepni deklarata duke aluduar që mbase nuk do transmetohen këtu tek ne. Për faktin nuk e di prej nga buron kjo çështje, sepse edhe gjeografikisht jemi afër me Shqipërinë, e aq më pak kur flasim për juve që jeni inxhinieri informatikës, pra që e dini se shumë shpejt përçohen edhe transmetimet edhe gjitha informatat që jepen edhe në një televizion shqiptar. Kur thatë që shqiptarët kanë avancuar në kulturë, realitetin Maqedoninë e Veriut flet ndryshe, sepse vitin që lan pas, nga 245 projekte të financuar nga Ministria e Kulturës, vetëm 22 prej tyre ishin për shqiptarët. Nga 20 milion denar, vetëm 3.5 milion denar u mbështetën shqiptarët. Që nëse e përkthejmë në përqindje, zoti Aliu, i bie që diku as 12% shqiptarët nuk janë mbështetur nga Ministria e Kulturës. Ndërkaq, posaçërisht për qytetin prej ku vini edhe ju, në galerinë e arteve në Gosivar nuk është punuar asgjë.
Cili është realiteti? Shqiptarët u mjafton ajo pozitë simbolike që ka një drejtor në filharmonin, cilën këtë logjik ose këtë sistem ju e kundërshtuat, apo në fakt gjendja e shqiptarëve në aspektin e kulturës është e mjerueshme? Pra, nuk është ashtu, Abedin, për shkak se... Jo, ju thatë jeni inxhinier informatikës dhe flisni me numra. Numrat janë kështu, zoti Aliu. 245 projekte, vetëm 22 projekte të financuara për shqiptarët. Patjetër. Pra, po të ktheni çka kam thënë para gjysore, thash që krijojmë politika të bazuara në nevoja, jemi transparent dhe kërkojmë cilësi. Pra, aspekti i numrave këtu është kuantitativ dhe ne flasim sa projekte janë fituar. Vetëm 22 projekte, shqiqoni cilësinë e atyre projekteve dhe sa kanë aplikuar. Më lejoni veç të ju shpjegoj. Pse nuk është ashtu? Dhe pse unë vazhdoj të mendoj që neve nuk duhet dhe politike gabuar është me simbolika dhe me narrative të mëdhaja pa vlera, pasi që qytetari i kapën dhe i sheh. Më lejoni veç 2 minuta t'u shpjegoj pse kultura është ndryshe sot dhe pse nuk është si ajo dje. Simbol se si ka qenë kultura deri dje dhe sa ka qenë simbolike dhe narrativi bombastik politik dhe implementimi zero në teren është teatri i Tetovës. Pra teatri i Tetovës, kur ta shikni nga jashtë, fasada është duke shumë bukur. Mendoni se është teatr evropian. Kur hyni brenda, s'ka ende asgjë. Është i shprazët. Pra, kjo nuk është kulturë, edhe kjo është me vite, abuzimet që janë bërë atje janë sa të duash. Shkoni, ktheheni në Gostivar, e përmendet Gostivari. Po. U kryua institucioni dhe tani Gostivari, edhe tani derisa flasim, në sistematizimin e ri, ende ekipohet në aspekt të kapaciteteve njerëzore. Tani do të ketë për shumë shkurt kohë, besoj nga nesër do të rivazhdon aty ku ka ngelur procedura e administrimit për punësimet, do të vazhdon dhe do të ketë aktor të ri dhe staf administrativ atje. Merreni në Shkup, ju e përmendat Filharmonin. Unë, po të kishte qenë veç një drejtor i cili është shqiptar në Filharmoni, unë nuk do të mburesha, vetëm pse është një drejtor shqiptar dhe s'ka bërë asgjë. Në këtë formë kemi thënë atje, zotë. Jo, je kam thënë që mburem që kemi drejtor shqiptar në Filharmoni, por herë që është e vërtet, dhe që ka investuar në kulturën shqiptare. Ju e keni në Filharmoni tani, merreni programin për 2026-ën si do tjetë dhe merreni deri në fund të vitit të 2025-ës, për herë të parë keni grupe që do të performojnë në atë ambient të bukur atje brenda. Dhe ne, si shqiptar, në Maqedoni, duhet të investojmë edhe njerë, jo në aspekt simbolikës, kush çfarë karikesh mban, po në aspekt real, të investohet në kulturë, në arsim, në shëndetësi gjithandej. Dhe sot, unë me bindje e them, atë që e kam thënë edhe në Shqipëri e them edhe këtu edhe do ta them edhe nesër gjithandej që do të shkoj. Çdo drejtor shqiptar, gjithandej ku është, rezultatet janë të maqme dhe ne në bazë të rezultateve edhe do të bëjt rikonstruimi i qeverisë edhe riorganizimi i drejtorive nëse ka nevojë edhe ndryshim të drejtorive dhe ndryshim të drejtorëve në çdo institucion nëse rezultatet nuk janë të dëshirueshme. Pra edhe njerë potencoj që mirë janë shqiptarët në aspektin e kulturës. Politikave me narrativ të mëdha, me simbolika, është e kaluar dhe uroj që asnjëherë, asnjë politikan shqiptar mos kthehet në narrativet mëdhaja dhe punë të vogla. Dakord. Unë ju referova krejtësisht asaj për cilën ju keni deklaruar në televizionin shqiptar, cilin keni qenë mysafir atje. Po megjithatë tani, zoti Aliu, në interes të kohës me që jemi krejt në fund. Shkrirja e koalicionit Vlen ka qenë tema kryesore e cila është diskutuar më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Ju thatë që në aspekt kohor mundoheni të jeni sakt, a do të ndodhë dhe shkrirja e Vlenit shumë shpejt? Pra, fjala shkrirje, besoj që në politikë është narrativ negativ dhe nuk duhet besoj që nuk duhet të shfrytëzohet në krijimin e strukturës së fjalisë. Pra është një organizim politik i cili do të riorganizohet brenda për brenda dhe ne jemi në proces. Ju e dini që edhe në këto përpara zgjedhjeve lokale, ne bëm një ristrukturim brenda në Vlen, ku kishim një shtab qendror dhe kishim shtabet e përbashkëta gjithandej nëpër komuna, që nuk ndodhi. Ju përmendet pse thash që AKI nuk është strukturë e organizuar, pasi që edhe po ta shihni në këtë aspekt, ato kishin në çdo komunë shtabe të ndryshme dhe nuk takoheshin asnjëherë bashkë që të bëjnë strategji lokale. Pra,
nga vetë fakti që hapi parë u bëm, ne kemi një strukturë, një nivel politik që marrim pjesë dikundi nëse nuk gaboj 31 person nga të gjithë strukturat organizative politike në Vlenë, që bëjmë takime mujore dhe bëjmë analizën e proceseve politike në shtet dhe pastaj bëjmë projekcionet për muajin e ardhshëm. Pra hapat e organizimit politik të integruar në një institucion në Vlenë veçma janë aktive dhe ato funksionale janë. Do na ju të regua dhe organizimi politik në këto zgjedhje lokale, do të vazhdojët më tej, se si do të zgjidhet metodologjia dhe puna dhe se si do të duket institucioni Vlenë, ta lejmë edhe pak të riformatohet. E kundërshtuar të përdorimin e termit shkrirje sepse friksoheni nga shkrirja, apo nga aspekti leksikor? Identiteti politik është shumë i rëndësishëm. Se cilin nga ne marrim pjesë në një grup të organizuar të thirrur parti politike me identitet dhe qasje ndaj proceseve politike. Dhe po t'ja ndryshoni mua dhe juve dhe se cilit prej neve qasjen se si bëhet politik, qasjen se çka është vlerë në politik, dhe si bëhet zgjedhja dhe qasja e të mirës dhe të keqes është shumë e rëndësishme. Pra, jo rastisht edhe në teorinë politike ju keni parti politike në qendër, të majta, të gjatha dhe kështu me radhë. Donë qasja politike, dhe kjo është e bukura e Vlenit, që ka një strukturë politike organizative brenda shumë fleksibile, e cila nënkupton që ka tolerancë brenda për brenda në aspektin se si i shohin politika dhe politikbërje në shtet, dhe kjo është vlerë e shtuar, dhe kjo të reguar në këto zgjedhje lokale që qytetarit dëshiron një strukturë politike e cila nuk është e fokusuar të një person. Ajo të regoj rezultat. Ju po të shikni në anën tjetër, ja do të marri përsëri kundërshtarët tonë politik, do në opozitën. Atje figur politike ishte Ali Ahmeti dhe të gjithë tjerët ishin në hije. Pra qytetari nuk kërkon një qasje politike që për para shenjë, veç një figur politike, hija është komplet diçka tjetër dhe është irelevante. Besoj që kjo qasje është qasje moderne, qasje që qytetarët i besua dhe ne do të investojmë shumë në këtë pjesë. Qasje moderne, një koalicion vazhdoni me 4 lider kështu si jeni? Jo, nuk e thash, do thënë, asë një institucion organizativ nuk mund të ketë 4 lider në moment që të organizojnë një institucion. Nëse flasim për një institucion, duhet ketë një person i cili menaxhon administrimin e këtij institucioni. Ju, sipas prizmit tuaj, cilat duhet jenë kriteret për përzgjedhjen e një liderit të një subjekti Vlenë, nëse do të ndodhë në realitet? Jo Vlenë, do thënë, gjithandej në nivel botror dihet se si duhet jetë struktura e menaxherit të parë të një institucioni të thirrur parti politike. Pra, struktura e çdo partie politike kërkon që të ketë person i cili ka vizion, ka mision për të ardhmen e ngritjes performansës politike, që të jetë menaxher i mirë, të jetë transparent dhe të jetë formim, le të themi, real dhe jo artificial. Zoti Aliu, në këtë drejtim, a i plotësojnë këto kritere gjithë liderët aktual të Vlenit, apo do duhet të kërkoni lider prej jashtë? U tregua që e plotësojnë. Nuk flasim, basi flasim për numra dhe thatë numrat i duam shumë, pra këto zgjedhje lokale qartazi në dhanë përgjigje qytetarët se çfarë strukture organizative politike kërkojnë. Pra, kërkojnë strukture organizative politike që secili vendin e vet aty ku e ka të din ta bën mirë punën dhe të jetë transparent. Pra, në këtë aspekt, ato besuan që çdo antar i Vlenit ka vlera, çdo antar i Vlenit vlerësohet mirë dhe sot i keni 10 komuna që menaxhohen nga Vleni. Ju sa do që gjatë gjithë kohës folet për unifikimin e koalicionit Vlenë, me njerë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, ju dhe zoti Arben Fetaju u takuat me strukturën tuaj partijake. Ka lëvizje konkrete drejt unifikimit, zyrtarizimit të ndonjë subjekti politik, apo cili ka qenë qëllimi atij takimi? Pra, ne do të vazhdojmë, ato janë veç hapat e para, do të vazhdojmë dhe nga kjo javë do të shkojmë në çdo qytet, në çdo lagje, dhe do të takohemi me të gjithë qytetarët që na kanë ndihmuar dhe kanë qenë aktiv, me aktivin politik. Pra është kulturë politike, pra ndethem qasja jonë ma në politikë. Mirë, po nuk ishit si Vlenë, zoti Aliu, me gjithatë ishit si krahu i aleancës për shqiptarët të shkëputur nga zoti Taravari. Pikërisht, kjo është ajo që e thash më herët, do një strukturë organizative politive, jo më lejoni.
një strukturë politike organizative si që është Vleni, me 4 organizime, këte u a thash se qasja dhe besimi në politik të gjithë se cili prej neve thash është e ndryshme. Qasja, kjo qasje politike e antarëve të Aleancës për shqiptarët, dihet që ne jemi qendër e gjathë. Kështu që dihet që qasja jonë politike, politik bërja të neve është kështu, dhe kjo është e bukura e Vlenit, se i cili nga liderët dhe partit politike kanë strukturën që beson në atë qasje politike. Dhe ekosistemi brenda për brenda Vlenit me këtë qasje dha rezultat, dhe do duhet vazhdohet të funksionohet dhe të kryohet një institucion i cili do të ketë një qasje ndryshe nga të gjithë institucionet politike që ka qenë deri tani. Mbase në një paraqitje tjetër do diskutojmë edhe më gjatë pikërisht për këtë temë për cilën po bisedoni për aspektin dhe orientimin ideologjik të Vlenit, po mbase deri në atë moment kemi edhe një Vlen edhe më të unifikuar se sa që është sot. Megjithatë, për në fund, zoti Aliu, për juve personalisht, më mirë me zotin Selën, me zotin Taravarin apo me zotin Fetajin? Për fat keq, e vëreni them për fat keq, arritëm nga një parti mire organizuar, si që ishte Alianca për Shqiptarët në fillim, kur nuk ishim të ndarë në 3 pjesë si që jemi sot, do të kisha dashur të jetë ajo Aliancë. Do në përpara disa viteve, përpara 1 vjet e gjys, që, në fakt ma shumë, 2 vjet e gjys, si Aliancë e unifikuar dhe një trup. Po sot nuk është ashtu dhe ti duhet ballafaqohesh me realitetin dhe të shohësh se çka ka ndodhur dhe të reflektosh për në të ardhmen mos të ndodhin diçka e tillë. Nga ky këndvështrim, mua më vjen keq për Aleancën për Shqiptarët që u bë në 3 pjesë. Pra, një ndarje ishte kur ne i besuam zotit Taravarit që mos shkojmë në BDI, pasi që jemi parti opozitare dhe vlerat tona dhe ideologjia politike dhe qasja në politikë është ndryshe, dhe të bashkojmë me opozitën, atëherë me Lenin dhe u bëm Vlen. Dhe i besuam me narrativin që kjo është e drejta, kjo është rruga e drejtë. Për fat keq u bën ndarja, përçarja e partisë. A ja keni thënë këtë zoti Aliu, zoti Taravarit, edhe kur bashkëpunuat me BDI-n dhe ju ishit ministri i administratës? Gabim e keni narrativin kur thoni kur bashkëpunuat. Jo, unë vetëm po pyes, nuk po ndërtoj narrativ. Keni qenë bashkëqeverisës së bashku me BDI-n në qeveri. Ministër në atë qeveri, ku ne si Aleancë për Shqiptarët pjesa e keni pranuar të bashkëpunoni me BDI? Kemi bërë koalicion politik me partinë e parë e cila menaxhonte me kryeministrin e asaj kohe me Kovacevski. Pjesë e cilës ishte edhe BDI. Pjesë e koalicionit. Po jo pjesë, ne nuk kemi qenë në koalicion me BDI-n në atë kohë. Gabime keni qasjen. Jo, nuk është qase keni qenë bashkë kontribues me BDI në një koalicion qeveritar. Po, kemi kryuar politika të përbashkëta në sektor të ndryshëm se cilin nga neve për qëllimet dhe metodologjinë dhe punën e qeverisë që ishte e definuar. Pra, edhe në atë kohë, ju kur jeni, edhe sot, ne jemi qeverie cila ka 3 grupacione politike brenda, edhe atëherë kemi pasur 2 grupacione, 3 u bën, pastaj politike brenda. Juve menaxhoni me resorin e juaj, nuk do thotë që politikisht duhet të pajtoheni me proceset politike të partisë tjetër. Dhe tani çka ndodhi? Ndarja e Aleancës në 2 pjesë ishte e dhimbshme. Dhe edhe më e dhimbshme ishte kur zoti Taravari vendosi tani që të bën një kthim komplet si në aspekt ideologjik ashtu edhe në aspekt pa logjikshëm politikisht, të kthehet atje ku ne bëm një përçarje që mos jemi bashkë. Dhe kjo ishte e dhimbshme dhe ai ndoshta mendoi që përsëri neve me sy mbyllur do t'i besojmë dhe do të shkojmë ande ku ai e kthen rrugën në 180 shkallë pa analizë politike të mirë. Dhe përsëri u bë edhe një përçarje, që është përsëri e dhimbshme. Dhe sot Aleanca për Shqiptarët e ke në 3 pjesë, unë them edhe një herë, unë do kisha dashur ta shoh si një strukturë e organizuar mirë, megjithatë sot ma nuk është e tillë dhe ky është realiteti. Dakor. Zoti Aliu, kemi edhe shumë çështje për diskutuar me ju, mirë, po koha përfundoi, ishte shumë kënaqësi të bashkë bisedoj me ju. Uroj që të jemi sërish për çështje tjera për diskutuar. Faleminderit shumë për kohën. Ndërkaq me juve, shikues të nderuar, pra mirëmbëjtje deri në takimin tonë të radhës.